Romani Aventurat e Pinokut i shkrimtarit të shuar për fëmijë Carlo Collodi, një nga librat më të famshëm jetën të letërsisë italiane, por dhe asaj botërore, rivjen në shqip nga Zia Vukaj, libri prezantuar në mjediset e bibliotekës së Universitetit në Shkodër. Ky promovim i kushtohet përkthimit më të fundit të Pinokut. Një përkthim që kam realizuar unë, pra është Pinoku i ardhur në Shqip nga kontributi im dhe i ilustrueses, piktores së njohur Gjeneta Kadillari. Mendoj që çdo edicion, çdo botim, çdo përkthim që i noll një vepre është i dobishëm sepse zbulon aspekte të ndryshme të vetë veprës, e cila duke qenë një kryevepër botërore nuk mund të rroket me një shikim të qoftë edhe nga një përkthyes shumë i mirë, dhe përkthyes shumë të mirë janë marrë me Pinokun edhe para meje. Aventurat e Pinokut është ilustruar nga piktore dhe artistja Gjeneta Kadillari. Unë e mora me shumë kënaqësi, me shumë sportivitet, por ishte një përgjegjësi shumë e madhe, sepse ilustrimet u ban për çdo kapitull dhe për shumë momente që ka libri. Libri është goxha i madh, 1250 faqe, dhe Ziaja ka bërë një punë shumë të mirë në përkthimin e tij, i ka nejtë shumë besnik. Asaj dhe më kujtohen edhe mu momentet, sepse në shumë ilustrime të ndryshme që janë bë, ka edhe, dhe me thanë, fut edhe krijimtari tjetër, po Zia i ka qenë besnik edhe unë gjithashtu i qëndrova besnik shkrimit të Zias. Pinoku ka ardhur për herë të parë në gjuhën shqipe në 1935, përkthyer nga Cuk Simoni për të vijuar dhe nga përkthyes të tjerë, teksa i fundit është Zia Vukaj.